Mesazhi i Atit të Shenjtë Leonit të 14 për ditën e 34 botërore të sëmurëve, 11 shkurt 2026. Dëmshuria e Samaritanit, të duash duke bartur dhimbjen e tjetrit. Të dashur vëllezër dhe motra, dita e 34 botërore e të sëmurëve do të kremtohet solemnisht në Chiclayo në Peru më 11 shkurt 2026. Me këtë rast kam dëshiruar të ripropozoj figurën e Samaritanit të mirë, gjithmonë aktuale dhe domosdoshme për të rizbuluar bukurinë e dashurisë së Krishter dhe përmasën shoqërore të dëmshurisë, duke e përqendruar vëmendjen te nevojtarët dhe ata që vuajnë, siç janë të sëmurët. Të gjithë kemi dëgjuar dhe lexuar këtë tekst prekës të Shën Lukës. Një mësues i ligjit e pyeti Jezusin se kush është i afërmi që duhet dashur, e Jezusi i përgjigjet duke treguar një histori. Një njeri, duke zbritur nga Jeruzalemi në Jerihon, e sulmuan cubat dhe e lanë gjysmë të vdekur. Një preft dhe një levet kaluan pranë tij, por vetëm Samaritani pati dëmshuri për të. Ja lidhi plagët, e çoi në një bujtinë dhe pagoi që të kujdesej për të. Kam dashur të propozoj një reflektim mbi këtë fragment biblik në dritën hermeutike të enciklikës Fratelli Tutti të paraarsit tim të dashur Papa Franceskut, ku dëmshuria dhe mëshira ndaj nevojtarit nuk reduktohen në një përpjekje thjesht individuale, por realizohen në marrëdhënie me vëllai në nevojë, me ata që kujdesen për të dhe, në thelb, me hyjin i cili na dhuron dashurinë e tij. Dhurata e takimit, gëzimi i dhënjes së afërsisë dhe pranisë. Jetojmë të zhytur në kulturën e shpejtësisë, të menjëhershmërisë dhe të ngutjes, por edhe të përjashtimit dhe të indiferencës, që na pengon të afrohemi e të ndalemi përgjatë udhës për të parë nevojat dhe vuajtjet që na rrethojnë. Shëmbëltyra tregon se Samaritani, kur e pa të plagosurin, nuk u shmang, por e shikoi me një vështrim të hapur dhe të kujdesshëm, vështrim të Jezusit, i cili e çoi drejt një afërsie njerëzore dhe solidare. Samaritani u ndal, i dhuroi afërsi, e mjekoi me duart e veta, pagoi nga xhepi i tij dhe u kujdes për të. Mbi të gjitha i dhuroi kohën e vet. Jezusi nuk mëson kush është i afërmi, por si të bëhemi të afërm, domethënë si të bëhemi në vete të afërt. Në këtë drejtim mund të pohoj me Shën Augustinin se Zoti nuk deshi të mësonte kush ishte i afërmi i atij njeriu, por kujt ai duhej t'i bëhej i afërm. Në të vërtetë, askush nuk është i afërm i tjetrit përderisa nuk i afrohet me vullnet të lirë. Prandaj, i afërm u bë ai që pati mëshirë. Dashuria nuk është pasive, ajo shkon drejt tjetrit. Të jesh i afërm nuk varet nga afërsia fizike apo shoqërore, por nga vendimi për të dashur. Prandaj i krishtëri i bëhet i afërm atij që vuan, duke ndjekur shembullin e Krishtit, Samaritanit të vërtet hyjnor, i cili i u afrua njerëzimit të plagosur. Nuk bëhet fjalë për gjeste të thjeshta filantropie, por për shenja në të cilat mund të dallohen se pjesëmarrja personale në vuajtjet e tjetrit përfshin dhurimin e vetvetes. Do të thotë të shkohet përtej përmbushjes së nevojave, derisa vetë personi të bëhet pjesë e dhuratës. Kjo dashuri ushqehet domosdoshmërisht nga takimi me Krishtin, i cili për dashuri u dhurua për ne. Shën Francesku e shpjegonte shumë mirë këtë kur duke folur për takimin e tij me lebrozët thoshte: "Vetë Zoti më çoi mes tyre, sepse pikrisht përmes tyre
kishte zbuluar ëmbëlsinë e gëzueshme të dashurisë. Dhurata e takimit lind nga lidhja me Jezu Krishtin, të cilin e njohim si Samaritanin e mirë, që na ka sjell shëndetin e amshuar dhe që e bëjmë të pranishëm sa herë që përkulemi para vëllait të plagosur. Shën Ambrozi thoshte, me që askënd nuk e kemi më afër se ai që ka shëruar plagët tona, ta duam si Zot dhe ta duam edhe si të afërm. Asgjë nuk është më e afërt se koka me gjymtyrët. Le ta duam edhe atë që është imituesi Krishtit. Ta duam atë që vuan për varfrinë të tjerëve, për shkak të unitetit të trupit. Të jemi një në një, në afërsi, në prani, në dashurinë e marrë dhe të ndarë, dhe të shijojmë, si Shën Francesku, ëmbëlsinë e takimit me të. Misioni i përbashkët në kujdesin ndaj të sëmurëve. Shën Luka vazhdon duke thënë se Samaritani pati dëmshuri për të. Të kesh dëmshuri nënkupton një lëvizje të thellë të zemrës, që shtyn drejt veprimit. Është një ndjenjë që buron nga brendia dhe çon në angazhim përballë vuajtjes së tjetrit. Në këtë shëmbulltyr, dëmshuria është tipari dallues i dashurisë vepruese. Ajo nuk është as teorike, as thjesht sentimentale, por përkthehet në gjeste konkrete. Samaritani afrohet, i mjekon plagët, merr përgjegjësi dhe kujdes për të. Por kujdes, ai nuk vepron i vetëm në mënyrë individualiste. Samaritani kërkoi një bujtinar që të mund të kujdesej për atë njeri, ashtu si edhe ne jemi të thirrur të ftojmë dhe të takohemi në një ne që është më i fortë se shuma e individualiteteve të vogla. Unë vete kam përjetuar në shërbimin tim si misionar dhe i peshkëv në Peru, se sa shumë njerëz e jetojnë mëshirën dhe dëmshurinë sipas shembullit të Samaritanit dhe të bujtinarit. Familjarët, fëmijët, punonjësit shëndetësor, ata që janë të angazhuar në baritoren shëndetësore dhe shumë të tjerë që ndalen, afrohen, mjekojnë, bartin, shoqërojnë dhe ofrojnë atë që kanë, i japin dëmshurisë një përmas shoqërore. Kjo përvojë që realizohet në një ndërthurje marrëdhëniesh e tejkalon angazhimin thjesht individual. Në këtë mënyrë, në nxitjen apostolike Dilexite, nuk ju referova vetëm kujdesit ndaj të sëmurëve si një pjesë e rëndësishme e misionit të kishës, por si një veprimtari autentike kishtare. Aty shëndeti i shoqërisë sonë, kjo epidemi, një murtaj, që duket e tmerrshme dhe fatale, vë në provë drejtsinë e secilit dhe shqyrton ndjenjat e njerëzimit. Nëse të shëndoshët u shërbejnë të sëmurëve, nëse të afërmit i duan me respekt familjarët e tyre, nëse zotrinjt kanë dëmshuri për shërbëtorët e sëmur, nëse mjekët i braktisin të sëmurët që kërkojnë ndihmë. Të jesh një në një do të thotë të ndjejmë se jemi vërtet gjymtyr të një trupi, në të cilin, sipas thirrjes sonë, mbartim dëmshurinë e Zotit për vuajtjen e të gjithë njerëzve. Për më tepër, dhimbja që na prek nuk është një dhimbje e huaj, ajo është dhimbja e një gjymtyre të po atij trupi, për të cilën kreu ynë na urdhëron të kujdesemi për të mirën e të gjithëve. Në këtë kuptim, ajo identifikohet me dhimbjen e Krishtër dhe e ofruar në mënyrë të Krishtër përjashton përmbushjen e lutjes së vetë shëlbuesit për unitetin e të gjithëve. Të shtyr gjithmonë nga dashuria për hyjin, për të takuar me vetveten dhe me vëllain. Në urdhërimin e dy fisht,
Duaj e Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqinë tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd, por si vetveten. Lexojmë tek Luka Ungjilltar kapitulli 10 rreshti 27. Mund të dallojmë parsinë e dashurisë për hyjin dhe pasojën e drejt për drejt që ajo ka mbi mënyrën e të dashurit dhe të jetuarit të marrëdhënieve të njeriut në të gjitha përmasat e tij. Dashuria për të afërmin është prova e prekshme e varfërisë së dashurisë për hyjin, siç dëshmon Gjoni Apostull. Hyjin askush nuk e pa. Nëse e duam njëri tjetrin, hyji mbetet në ne dhe dashuria e tij në ne është e përkryer. Hyji është dashuri, dhe kush mbetet në dashuri, mbetet në hyjin dhe hyji mbetet në të. Lexojmë tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 4. Megjithse objekti i kësaj dashurie është i ndryshëm, hyji, i afërmi dhe vetvetja, dhe në këtë kuptim mund të flasim për dashuri të dallueshme, ato janë gjithmonë të pandara. Parësia e dashurisë hyjnore nënkupton që veprimi i njeriut të mos kryhet për interes vetjak apo për shpërblim, por si shfaqje një dashurie që i tejkalon normat rituale dhe përkthehet në një kult të vërtet. Ti shërbesh të afërmit, do të thotë ta duash hyjin me vepra. Kjo përmas na lejon gjithashtu të kuptojmë çfarë do të thotë ta duam vetveten. Do të thotë të largojmë prej nesh tundimin për ta themeluar vetvlerësimin apo ndjenjen e dinjitetit ton mbi stereotipe suksesi, karriere, pozite apo prejardhjeje, dhe ta rifitojmë vendosjen ton të vërtet përpara hyjit dhe vëllait. Benedikti i 16 thoshte se krijesa njerëzore si natyrë shpirtërore realizohet në marrëdhëniet ndërpersonale. Sa më shumë i jeton ato në mënyrë autentike, aq më shumë piqet edhe identiteti i tij personal. Njeriu nuk e vlerëson veten duke u izoluar, por duke hyrë në marrëdhënie me të tjerët dhe me hyjin. Të dashur vëllezër e motra, ilaçi i vërtet për plagët e njerëzimit është një stil jete i bazuar në dashurinë vëllazërore, i cili e ka rrënjë në dashurinë e hyjit. Dëshiroj me gjithë zemër që në stilin ton të jetës së krishterë të mos mungoj kurrë kjo përmas vëllazërore, samaritane, gjithëpërfshirëse, e guximshme, e angazhuar dhe solidare, që e ka burimin e vet më të thellë në bashkimin ton me hyjin dhe në besimin në Jezu Krishtin. Të ndezur nga kjo dashuri hyjnore, do të mund të dhurohemi me të vërtet për të mirën e të gjithë atyre që vuajnë, sidomos të vëllezërve tanë të sëmur, të moshuar dhe të pikëlluar. Le ta ngrejmë lutjen tonë drejt së lumës Virgjër Mari, shëndeti i të sëmurve. Ta kërkojmë ndihmën e saj për të gjithë ata që vuajnë, që ka nevojë për dëmshuri, dëgjem dhe ngushëllim, dhe t'i lutemi ndërmjetësimit të saj me këtë lutje të lashtë, e cila lutej në familje për ata që jetojnë në sëmundje dhe në dhimbje. Nën e ëmbël, mos u largo. Mos e largo prej meje shikimin tënd. Eja me mua kudo dhe mos më lër kurrë vetëm. Ti që gjithmonë më mbron si nëna ime e vërtet, bëj që të më bekoj Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Me gjithë zemër jap bekimin tim apostolik për të gjithë të sëmurët, për familjarët e tyre dhe për ata që kujdesen për ta, për punonjësit shëndetësor, për personat e angazhuar në mbaritoren shëndetësore dhe në mënyrë të veçantë për ata që marrin pjesë në këtë ditë botërore të sëmurëve. Nga Vatikani, 13 janar 2026, nga Papa Leoni i 14.